Përshëndetje juve të nderuar. Kjo është videoja e dytë në lidhje me hebrejt. Në të parën e bëra një udhëtim të shkurt deri në antik për të nxjerrë nga atje datat, vendet, ngjarjet, emrat që ndërlidhen me historinë hebreje. Pra, në videon e parë e bëra një udhëtim të shkurtër, të them kështu figurativisht, deri në antik për të përmendur emra, data, rajone, regjione, ngjarje dhe ndodhi të cilat sadopak e plotsojnë tablon në lidhje me popullin hebrej. Dhe nëse nuk gaboj, arrita deri te koha e Romakëve. Thash në fund të videos se përgjatë pushtimit romak, numri i hebrejve të dëbuar nga Palestina kishte arritur kulminacionin. E pastaj, si rezultat i pushtimeve romake, në vitin e 70 pas Krishtit apo pas erës son, generali Titus e djeg Jerusalemin shtëpi për shtëpi, vret kë e gjen aty dhe e shndron atë vend në një shkretëtir të pabanueshme. Ky veprim barbar i romakëve erdhi si rezultat apo si një përgjigje ndaj revoltës së hebrejve dhe palestinezëve së bashku midis viteve 66-132, që njihen si vitet apo kohët më gjakatare në dëm të vendasve të lindjes së mesme. Në këtë kohë u vran qindra mijë hebrej. Nuk po dëgjoni dallash. Jo, e vërtet. Në këtë kohë u vran qindra mijë hebrej, ose u përzun nga aty, u dëbuan ose i asimiluan. Kjo kohë njihet më pastaj koha kur fillon të krijohet ajo që do të quhet më pastaj diaspora hebreje. Fjalën diaspor unë kur e përmendim me përkushtim dhe mundohem të përzgjedhi fjalët më të mira dhe më të përzgjedhura teksa flas për fenomenin e diasporës. Sepse diaspora, si që kam spjeguar në videon e kaluar, diaspora muslimane, apo el muhajirun, si që quan Kurani, janë ata avangardist të cilët e hedhen mbi supët e tyre përgjegjësinë e ndihmës për misionin e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Dhe çfarë ishte misioni i pejgamberit? Që ta sillte besimin e drejtë në Zotin një, besimin monoteist, ta perfeksionante moralin dhe t'ingritte në pjedestal vlerat morale, si dhe më pastaj të krijon njërin prej civilizimeve, jo njërin prej, po të krijon civilizimin më të madh, më të madhërishëm dhe më të dobishëm që e ka pas ndonjëherë historia njerëzore. Pas romakëve, miq, muslimanët e marrin në kontroll Jerusalemin, apo Kutsin si që quajnë dhe si që quan tradita islame, në nëntor të vitit 632. Pjesa ku jetonin palestinezët islamizohet dhe arabizohet më pastaj, siç arabizohen edhe të gjithë palestinezët pa dallim feje, të krishter apo musliman. Është një kohë kjo prej vitit 632 e deri në vitin 1095, 1099, 4 vite këto, kur zhvillohet kryqëzata e parë, përgjatë tyre afër 400 vjetëve, lindja e mesme, Kutsi, Jerusalemi, Palestina dhe territoret hebreje e gëzojnë një liri, një paqë, një qetësi, një solidaritet që kur më parë se ka pas
e kur ma deri në ditët e sotshme nuk e ka arrit atë nivel paqeje dhe bashkëpunimi të gjitha etnive, feve dhe sekteve fetare që kanë jetuar në atë kohë. Pra ky 400 vjeç njihet si 400 vjeçi i artë i historisë hebreje. Kështu, mes viteve 1095, 1099, zhvillohet apo bëhet lufta e kryqëzatave, të cilën e nis perandori bizantin Aleksios Komnos, i cili paraprakisht kishte kërkuar ndihmën edhe të papës Urbani i dytë. Në fillim, Vatikani, papa nuk e shihte të arsyeshme që të hynë në luftë kundër muslimanëve. Megjithatë, në Këshillin e Klemontit mirret vendim dhe papa Urbani II e nënshkruat atë vendim që edhe shtetet e krishtera katolike të Evropës së atëhershme të bashkangjiten botës ortodokse nën komandën e perandorit bizantin Aleksios Komnos dhe sulmojnë Jerusalemin. Justifikimi i tyre zyrtar ka qenë që të çlirohen tokat e shenjta Jerusalemi nga barbarët musliman. Kjo është historia hebreje deri këtu ku kam arrit ta përfundoj. Tani, në minutat në vazhdim, të them në mënyrë shkencore, duke u bazu në referenca, në burime, në libra, në studime, do të shpjegoj disa nuanca interesante si emërtimet, emrat, medhebet, sektet, ndarjet, grupimet ideologjike, pastaj politike, pastaj fetare në mesin e hebrejve. Historin e kemi kuptuar deri më tani të shohim se çfarë ka në mesin e hebrejve. A ata janë të ndarë e përqarë në sekte e grupe të ndryshme në mezhebe, apo janë arabët e muslimanët. Do të befasoheni nga kjo që do të dëgjoni në këtë video. Si që kam paralajmëruar, pastaj në videon e të tretë do të shpjegoj cionizmin për një me referenca shkencore. Për të pa ju se ti thuhet një izraeliti, një hebreji, cionist, një numri jo të vogël të tyre, me këtë fjalë ata nuk i ofendan, por ata ndjehen të nderuar nëse ju thua cionist. E kush janë këta dhe çka është cionizmi, do ta mësoni me izën e Allahut nëse arri nesër në videon pasprake më njëherë. Çështja e parë që dua ta trajtoj këtu është emërtimet e hebrejve. Një, prej nga vjen fjala hebrej. Hebron dhe hebraik apo hebraisht, këto tri fjalë e kanë një burim etimologjik dhe vijnë nga rënja e lashtë semite, që don të thotë habero ose hibero dhe kuptimin e ka në shqip ti bashkohesh, ti lidhesh apo ti përkasësh diçkaje. Emri Hebron pra nënkupton aleancë apo miqësi, duke aluduar në historinë e Avras apo Abras apo Abrahamit, Ibrahimit a.s. tek ne, i cili kthehet, vjen në Palestinë, blen një tokë atje dhe atë tokë nga jo kohë, ajo tokë tani më po u qua ka toka e premtuar për hebrejt. Sipas një teorie tjetër, meq fjala hebrej në hebrejisht haber don të thot përtej ose nga ana tjetër tazami e lumit. Në Bibël Abrahami quhet Avram Halvri, do me thonë Abrahami hebrej, sepse ai erdhi
përtej lumit Eufrat, që është në Mesopotami, dhe u vendos pastaj, e kam shpjegue shkurtimisht edhe nëse, në videon e parë, u vendos edhe në Palestinë. Pra, këto janë dy kuptimet e fjales hebrej. Për me ulshue edhe ma shumë në shpjegime më të detajshme, po frigohem se kjo video, që është para pa për këto emërtime dhe këto medhhebe sekte, do të detyrohem pastaj ta bëj në dysh, por jo shkurtimisht do t'i përmeni ato të cilat jo duhet të dini, në mënyrë që të mos gaboni apo të mos i besoni shpjegimeve të gabushme në lidhje me emërtimet të cilat do t'i dëgjoni tani. Po fjala Jahudi, prej nga vjen fjala Jahudi, hebrej e kuptuam, që e ka synim Izraelitet, Beni Izraelitet apo hebrejt. Fjala Jahudi është njejes dhe fjala Jehud është shumës dhe është emërtim në gjuhën arabe për hebrejt. Kanë ngjashmëri absolute, kjo terminologji arabe ka ngjashmëri absolute me të njëjtën terminologji në të njëjtin kuptim edhe në gjuhën hebreje. Për shembull, në arabisht Jehudi është një hebrej dhe Jehud është shumë hebrej, njëjsi dhe shumësi. Jehudi dhe Jehud, njëjsi dhe shumësi për hebrejon. Ndërsa në hebraisht Jehudi është një hebrej dhe Jehudim me mëja e shumësit në hebraisht dënë të thot hebrejntë, pra e kanë një ngjashmëri. Kurani i madhërisht në shumë vende të tij e përdor termin Jehudi, el Jehudu wan Nasara në disa vende, por që hebrejt i thirr edhe me emërtime të tjera, sikur ehli kitab, për shembull, njerëzit ose populli që ka pas libër të shpallur në gjuhën arabe. 3. Fjala Izraelit apo Izrael, Israil. Prej nga vje kjo fjalë, që të dyja të parat edhe kjo ka të bëjë natyrisht, gjithnjë po flasim për hebrejet, hebreizmin dhe më pastaj edhe për Izraelin e sotshëm. Izraelitët janë pasardhësit e Jakubit a.s. Jakovit, tek hebrejt, i biri i Ishakut dhe është nipi i Ibrahimit a.s. apo i Abras tek hebrejt. Në Zanafila 32, viz 28, thuhet se Jakobit i u dha emri Izrael pas kontaktit të tij që e kishte pas me angjëllin, që folur me terminologjin islame pasi fillon marrjen e shpalljes nga Gjibrili. Si që ku më thonë, kafën në bardak, Pasardhësit e Jakubit dhe të 12 bijt e tij do të quhen bijt e Izraelit, apo në gjuhën arabe me terminologjin islame Benu Israil. Benu ibn është i biri, Benu bijt e Izraelit apo Izraelitet. Ky term zakonisht është përdorur në burime historiografike për popullin që doli nga Egjipti me kërkesë të Mojsiut apo Musës, të cilët më pastaj do të banojnë në tokën e premtuar apo në Kenani,
aty ku ishin palestinezët dhe hebrejt. Se çfarë peripeci ka pas Musa derisa i ka bind hebrejt që në brese kini met robër në urdhrat e egjiptazve, roktar të egjiptazve, që në be ikni pejktuhit, hebrejt nuk pranonin pse jemi rahat, më na vras po na vrasin, po rrimi si robër po të jetojmë. Kurani e shpjegon në mënyrë të detajshme. Kurani pra flet në shumë vende për Benu Israilet në forma të ndryshme, me emërtime të ndryshme, me aludime dhe alegori të ndryshme dhe përsjelljet e ndryshme të tyre. Zakonisht përmenden për Benu Israilet përmenden se Allahu i ka thirrë në rrugën e drejtë nëpërmes engjëve, nëpërmes profetëve dhe se ata e kanë refuzuar thirrjen e Zotit pas një kohe të caktuar. Pra, Kurani, kur flet për Benu Israilet, në një moment flet se Allahu u kishte premtuar ndihmën e madhe atyre, por që pastaj, pasi fillojnë me vrasjen e profetëve dhe po merreshin me çdo të ligë që mund t'i shkonte ndonjë njeriu në kry, më pastaj Allahu xhelle shanuhu i dënon ata me dënime të dhimbshme. Mos të harrojmë këto diçka ta përmendi, ndër prerogativat kryesore të Muhamedit alayhi salatu vesselam në Medinë ka qenë gjithsesi lidhja e një marrëveshje me hebrejt aty. Karta e Medinës është përfol mjaft karta e Medinës. Fisi Benu Kurejda dhe disa fise të tjera, po dy kanë qenë kryesorët në Medinë, me cilët ka pas pejgamberi alayhi salatu vesselam mjaft probleme. E kam shpjeguar në mënyrë të detajshme gjithë historinë e hebrejve se si e shikon Kurani në një studim të cilën e pata botuar. Ata që e kanë lexuar e dinë veç, të cilën e pata botuar në 3 numra, në 3 botime dhe e pata emërtuar hebrejt në Kur'an dhe mësimet që mund dhe duhet të nxirren nga aty. Sa për sqarim më të detajshëm, që të kuptohet edhe më mirë raporti i muslimanëve përgjatë historisë me hebrejt, po ju rikujtoj atë që e kam shpjeguar në një video të kaluar. Dhe kam thënë, para ardhjes së Islamit, gadishulli arabik ka qenë një arenë e përgjakshme ku po luftonin për dekada perandoria bizantine me perendim të gadishullit arabik, me perandorin sasanide persiane në lindje të gadishullit arabik. Zhvillohej një luftë e madhe, sidomos për supremaci mbi Mekën, sepse Mekja e asaj kohe ka qenë qendra kryesore në botë kulturore dhe ndërcivilizuese. Transaksionet, tregtit, marrëveshjet e mëdha ushtarake, geostrategjike, geopolitike të kohës, ekonomike, tregtare janë bërë në Mekë. Mund ta kuptoni një Bruksel i botës së tanishme. Dhe këto 2 perandori kanë bë lufta atje. Para filluar nga viti 300 e dishka pas erës sonë. Do më thonë një 200-300 vjetë para ardhjes së Muhamedit alayhis salam dhe kanë vazhduar deri me kohën e ardhjes së pejgamberit. Tani, Resulullahi po ngarkohej me një mision të përhapjes së Islamit. Dhe këtë Islam ai nuk e kishte për mision të përhapte vetëm tek kurejshitët në Mekë aty, apo pasi shkon në Medinë, por Allahu i kishte thënë, atëherë kur ky fillon të friksohet, pejgamberi të tendoset, të tundet, se si është e mundër të ballafaqohem, se do të humb hapin në quarjen në vend të misionit të cilin ja kishte ngarkuar Allahu,
Pikërisht në këtë kohë, Zoti i thët, wa ma erselnake illa rahmeten lil alemin. O Muhammed, ti e të utut për Mekë e Medine për mahallën tane, por unë jëm të thënë se ti nga ky moment je misionar, je i dërguar për të gjitha vendet e botës. Për perandorin Bizantine, për atë Sasanide, për perandorin e Etiopis, për Egjiptin e në gjdo cep të botës, dhe vërtet në gjdo cep të botës sot, ke musliman dhe në gjdo vend të botës këndohet ezani Muhammedije. Tash, në këtë kohë, Muhammedi, po e spjegoj çështjen e Izraelve, në këtë kohë, Muhammedi a.s. përdor një strategji, natyrisht mësuese kishte Gjibrilin, Allahun e madhreshëm, një strategji. Nuk është puna të pejgamberi veç që në të kuptimit që shpjegohet tek ne hadith. Po, ai hadith janë fjalët e tij, sunnet është veprimtaria e tij në tërsi, por paktën e shpjegohet edhe aspekti geostrategjik. Apo strategjia e pejgamberit, aftësia e pejgamberit për ta lexuar momentin kur ai po jetonte. Dhe ai e kishte lexuar shumë mirë ballafaqimin dhe luftën midis dy perandorive kryesore e shumë herë në tokat ku pejgamberi ishte rritur dhe tani po jetonte në Medinë. Çfarë bën pejgamberi? Fillimisht e lidh marrëveshjen me të krishterët në mënyrë që t'i hesht apo t'i shtin ndërsjetëll perandorin bizantine, që e kishte në perëndim, dhe pastaj për ta hesht fillimisht, sepse s'kishte fuqi të luftonte, perandorin sasanide, detyrohet pejgamberi, udhëzohet pejgamberi, lartpamësia e pejgamberit, gjithnjë me mësime të Gjibrilit dhe Allahut të madhreshëm, për ta hesht dhe për të pas paqë të përkohshme me perandorin bizantine, pejgamberi a.s. lidhet, bën marrëveshje me pionat e perandorisë bizantine, e kësaj sasanide, persiane në atë dheun e tij. Dhe ata ishin hebrejt. Pra, me të krishterët për të mbrojt nga ata dhe me hebrejt për të mbrojt nga sasanidet. Natyrisht, folur nga perspektiva geostrategjike kështu, por folur edhe nga perspektiva teologjike islame, me gjuhën klasike islame, misioni pejgamberit ishte paqja në botë. Jo rastisht i jepet fejes së Allahut, dinit të Allahut emri Islam. Paqe e përhershme dhe paqe e ralt. Fillimisht njeriu me vetveten, në familjen e tij, në rrethin e tij, në qytetin e tij, në shtetin e tij dhe në njerëzimin në përgjithësi. Por mos me u zgjat këto shumë. Pra, më lejoni të përmendi disa ajete të Kur'anit për të paju se kur i livdon Allahu hebrejt dhe kur i dënon. Në mënyrë që edhe jo, edhe une, edhe na të kuptojmë se kur pason dënimi më i dhimbshëm i Allahut, duke marrë mësim tek rasti i hebrejve. Fillimisht ju them, siç e kam shpjeguar atëherë kur e kam bërë tefsir sure El-Bekare, Elif Lam Mimin dhe fillimin e surës El-Bekare. Atë botë, në atë video, kam shpjegu shumë qartë se pejgamberi në vitet e para të misionit të tij ka pas punë, probleme, është marrë me 4 kategoritë kryesore. Apo, të them më mirë, kanë qenë 4 kategori kryesore me të cilat është ballafaquar pejgamberi a.s. respektivisht Islami. Kategoria e parë janë besimtarët, el-mu'minun. Kategoria e dytë janë pabesimtarët, el-kafirun. Kategoria e tretë janë el-hipokritët, el-munafikun, dhe kategoria e katërt janë el-jahud apo hebrejt. Me 2 të fundit ka hjek mas shumëti. Shumë ka hjek pejgamberi, me munafikët, me hipokritët dhe me hebrejt. Bile, me theks të posaçëm i përmend në disa vende
hipokritet, të cilët janë njerëzit të cilët do të marrin dënimin më të madh të mundshëm nga Allahu i Madhërisht. Nga këto 4 kategori thash, me këto dyja të fundat ka hiq më shumti, e nga këto dyja jo me hebrejt, por pikërisht me munafikët, të cilët hipokritët, dyftyrshat, të cilët aty ku nevojitej thunin se janë besimtar, ndërsa kur kthehen në të vetët thonin se ne po bojmë hajgare me ata, po bojmë hajgare me Zotin dhe ne jemi me juve. Andaj Allahu e zbret ajetin kuranor dhe thot: "Esirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur." Ju jeni të e mashtru veten, e that apo nuk e that, e fshehet këto apo nuk e fshehet. Ne innehu alimun bi dhati sudur. Zoti i Madhreshëm e di edhe çfarë fshihni në thellësit më të larta në gjoksat tuaj. Nëjse, Kurani pra një herë i përshkruan hebrejt se çfarë janë, e pastaj tregon se çfarë janë bërë më pastaj si rezultat i kësaj edhe dënimet që pasojnë. Edhe njerë po e thëmë, nga qëto ajete që do t'i lexoj, kuptojni jo se në cilat pika Allahu është shumë i ndjeshëm, Islami është shumë i ndjeshëm, dhe në cilat pika dënimi i Zotit është i parevokueshëm. Thot Kurani në sure El-Baqara, duke nisur nga ajeti i 40 e deri në 61, 21 ajete flet pikërisht për hebrejt, historinë e tyre, të bëmat e tyre, të mirat e tyre, të këqijat e këtyre. Në detaje jo, shikoni ato video që i kam bo atër hebrejt në Kur'an dhe mësimet që duhet të nxirren, por këto vetëm derisa po e shpjegoj fjalën Benu Israil. Kur'ani thot në ajetin 40 të surës El-Baqara: "Ja bani Israil dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun." O Beni Israil, o Izraelit jo, o Hebrej, o Jehud, o qifot, përkujtojini nimetet e mia të cilat u apata dhuruar jua. Një, rrini në bes fjalës të cilën e kini dhanë, nëse dëshironi që unë t'ju rrinë në bes për fjalën që ju kum dhanë. Për ndryshe, frigohuni shumë. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. O ju Beni Israil, besoni drejt Zotit, besoni drejt asaj të cilën une po ja vzbret juve, po ja vzbres juve, besoni drejt të vratit. Mos bëni ndryshime dhe falsifikime në fjalën e Zotit, për ndryshe do të jeni ndër kufarët më të rënd. Wala tashtëru bi ayati thamanan qalila. Mos e shitni shumë lirë fjalën e Zotit. Mos e lini fjalën, fejen e Allahut për diçka që nuk ka ndonjë vlerë të përhershme. Ajo çka është e madhe e përhershme, mos e ndroni me ndonjë më të vogël që është bile edhe e përkashme. Wa iyaya fattaqun. Të jeni të devotshëm ndaj meje. Keni kujdes në devotshmëri. Pastaj, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mos e mbuloni, wala talbisul haqqa bil batil. Mos e mbuloni të vërtetat me gënjeshtra. Të vërtetën thuajeni në mënyrë objektive siç është, ose usmut. Në arabisht, hesht. Wala talbisul haqqa bil batil. Mos e mbuloni të vërtetën me gënjeshtra, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Për ndryshe, ju jeni duke e prolongu, duke e hedh matan në prue të vërtetën, ajo në fakt e dini se cila është e vërteta. Wa aqimu salata wa atu zaka warka'u ma'ar raqi'in. Pastaj falni namazin,
shpërndani nga pasuria juaj humanitet, solidaritet mes jush të ketë, jepeni zeqatin, pastrojeni pasurin tuaj në përmes dhenjes nga jo pasurit të tjerve që edhe të tjeret t'i gëzohen jetës së tyre. Pastaj warka'u me rakein, përkulluni së bashku në gjemate me ata të cilat i përkullen Allahut. Tjetra, mësema edhe për neve, e të murune nëse bilbirri wa të nësaune anfusekum wa antum të tlune l'kitabe e fela ta akilun. O ju hebrej, o ju benu Israel, o ju muslimon të sotshëm, edhe ju që po më dëgjoni, edhe unë, edhe aj. E të murune nëse bilbirri, të tjerve po ju thoni banu njerëz, ati kemetën jo njeri, e të murune nëse bilbirri, të tjeret po i thritni në rrugën e drejt, wa të nësaune anfusekum, e vetë vetëm po e harroni, në vend që të niseni nga vetë vetja, wa antum tatluna al-kitab, e pikërisht ju ata jeni që po flesin në emën të fesë, në gjërs, në hutbet xhamis, në për tribuna, në për sene, flet një islami kështu, duhet më kon njerëz, a e keni harru vetë vetën sefte, nuk keni punu, hebrej qështu ishin, andaj dënimi pasan, wa antum tatluna al-kitab, a ju vetë po hypnin hutbe, ju po mani video para kamerave këto, ju po shkruani, ndërsa vetë vetën tuaj e harrani. E fela ta akilun, a keni trun ajo. Andaj Allahu pejgamberit në një vend i kish pas thonën në sure Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. O pejgamberi Zotit, fillimisht ne ty ta hekum idhtësien, atë të keqen, mërien nga zemra jote. E pastaj ta ngritëm si pastër t'i vet emnin në qiell. Fillimisht të fillohet secili nga vetvetja. Pastaj Kurani thot, ja beni Israil, prap, o jo beni Israil, udhkuru ni'meti allati an'amtu alejkum. Qëre, që shpërsëritë që ka jeti i parë që e lezova dhe i fundi, wa anni faddaltukum ala l'alamin. Edhe Kurani po i thot hebrejve se, ju kam vequar nga të gjitha kombet dhe popujt e botës. Ata të cilët dëshirojnë të manipulojnë edhe sot me tokën e premtuar, thonë se edhe Kurani po thot se Izraelitët janë të vequar. Jo në këtë njërë. Benu Israilet, ata të cilve u dërgoheshin profet, ndaj të cilve Allahu të regoj mirësia, ndaj të cilve tregoj kujdes dhe mëshirë, u adhuroj vendin kërthizën e botës, rreth së cilës vazhdimisht po themi, sillet e gjithë historia deri në ditën e Kiametit. Andaj thash me një status aty, duhet të ketë diçka të jashtënatyrshme dhe të mbinatyrshme, Kutsi Sherifi, Jerusalemi, Palestina, aty ku është edhe Izraeli sot. Përndryshe, a ka kush nga jo? E jo të gjeni dike tjetër, që mundet me shpjegue, se a ka ndonjë vend tjetër në botë, rreth të cilit janë vra për gjatë gjithë historisë, nashta 7.000, 10.000 vjeqare, sa ka njerëzim, me qindra miliona njerëz. Nuk ka. Përveç Kutsi Sherifit, Palestinës aty edhe Izraelit. Pra, ju kam dhurue këtë vend, ju kam dërgue pejgamber, ju kam udhëzu, ju kam çlirue pe i robrimit të Egjiptazve, pe i Tromakve, Mesopotamanje, Gulibet Rum, edhe Roma, edhe Bizanti, edhe të tjere që ju kanë robrue, ne i mujtum, o ju beni Israil. Pra, faddaltukum alal alamin, dënë të thëtë për hebrejt të cilët në një kohë ishin në rrugën e Allahut të madhreshëm. Kjo sa i përket fjales Benu Israil apo Izraelit. Për Izrael, flasëm pak më poshtë. Po çka do më thonë fjala që i fut? Mik,
Fjala qifut është përdorim në gjuhë balkanike dhe vje zakonisht nga turqishtja, turqet. Ka kuptim pak nënçmuz dhe pejorativ. Hebrejt zakonisht, edhe përkrasit e hebrejve tek ne shqiptarët, nuk preferojnë, ndjehen të ofenduar të thuhet qifut. Por fjala qifut është një fjalë që nënkupton hebrejt apo izraelitet apo jahudit apo të ngjashme. Termi qifut pra lidhet zakonisht me besimtarët e fesë judaike, jo domosdoshmërisht me kombësi izraelite moderne. Po cionistët, anticionistët, ne turej karta, çka janë këta? Cionizmi është një lëvizje politike, ideologjike, që lind në shekullin e 19, e dini, themeluesi i saj është Theodor Herzl, ndërsa libri i tij kryesor është Der Judenstaat apo Shteti i Hebrejve, i botuar për herë të parë në vitin 1896. Qëllimi i cionizmit është krijimi i një shteti hebrej në tokën e lashtë të Izraelit, që do të thotë Palestinë, për të shpëtuar hebrejt nga përndjekjet në Evropë. Keni kujdes. Jo rasisht dua ta nënvizoj këtë. Nga përndjekjet e hebrejve në Evropë. Hebrejve ju vjen terit e gusha, terit e fyte, këto dhuna, durime, hjekjet, vrasjet, egzodet, djegjet në zjarë, mbytjet në ujë, hedhjen nga lart nëpër gropa, pikërisht në Evropë, dhe hebrejt lodhen ma nga kjo, dhe del që ky burri i botës Theodor Herzl, dhe e bën pastaj teorin ato ajo nejse s'pom ato të cionistëve, protokollet e cionistëve e bën ata dhe për t'i shpëtuar dhunës. Por pse atëherë mund të lidh kjo me islamin, me muslimanët, pse kjo armiqësi më pastaj? Sepse në kohën kur ky dëshiron, ose Evropa dëshiron t'i hiq pej trollit të vet hebrejt dhe t'i çon dikun tjetër, vendoset në Palestinë pas propozimeve të shumta të vendeve tjera, ndërsa Palestina ishte nën patronazhin e Shtetit Islam. Këto fillon ai problemi. Por përndryshe muslimanët dhe hebrejt, ju tregova, kur në historitë e tyre nuk e kanë pas atë gjakosje, atë konflikt, atë vrasje, si që kanë pas hebrejt me Evropën për shekuj të tërë. Bile jo vetëm me Evropën, po edhe me Babilonin, edhe me Mesopotamin, edhe me Hititët, edhe me Kartagjenën, edhe me perandorin romake, edhe me perandorin bizantine, edhe me kryqëzatat, më pastaj edhe në Evropë nga viti 1055, e sidomos nga viti 1492, kur Spanja dhe Portugalia dhe shtetet e tyre përmas fillojnë t'i largojnë hebrejet dhe t'i egzodojnë gjithandej në për botë. Pra, cionizmi është lëvizje politike ideologjike, të cilës më pastaj i bashkangjitën një numër jo i vogël i ideologëve protestantist nga të krishterët. Sot e shpjegojmë në detaje atje, po sot cionizmi nënkupton një rrymë, një ideologji ku bashkë veprojnë protestantistët anglo-sakson, sidomos me hebrejt të cilët gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në përvendet të botës. Kjo është emërtimet kryesore. Po kush konsiderohet hebrej sot, jahudi, izraelit, qifut, cionist, janë këta për të cilët une fola deri më tani. Në kontekst modern politik dhe shtetëror, Izraelit sot janë qytetarët e shtetit të Izraelit që mund të jenë edhe jo hebrej, pra nga arabët. Kush janë
edhe njerë po thëmë, hebrejt, jahudit, izraelitët, qifutët, cionistët sot. Izraelitët janë në kontekst modern politik dhe shtetëror, janë qytetarët e shtetit të Izraelit që mund të jenë edhe jo hebrej. Në kontekst fetar sot, apo etnofetar, quhen hebrej, qifut, judenjë dhe të tjerë, ndjekësit e judaizmit apo hebreizmit, ose flitet për një etni hebreje e pavarur. Në kontekst biblik dhe historik, emërtimi hebrejt, izraelitët, judenjt, jahudit, qifutët, janë periudha, janë emërtimet të cilat janë përdorur në për periudha të ndryshme, varsisht prej gjendjes dhe kohës atje. Tash, të baza, të cilën e përmena atje, po hebrejt, a janë bashkum kështu që ta 15 milion e gjys 16, s'kanë mri halo 16 si pas statistikave hebreje. A janë bashkum kështu si vllazni pej nane pej babe, apo janë të ndarë. Njëjtë sikur arabët, bile edhe ma shumë e mos thëmë ma zi, grupime të ndryshme, fraksionet të ndryshme, bile të them nën etnin të ndryshme të cilet janë inkorporuar në kombin hebrej dhe izraelit. Cilt janë kryesorët miq? Hebrejt ndahen në grupe sipas gjeografisë ku kanë jetuar, sipas traditës etnike, sipas traditës fetare dhe sipas historisë apo zhvillimit historik të diasporës hebreje në përbot. Një, ashkenazët janë hebrej të cilët vijnë nga Evropa qendrore dhe lindore. Pra, nga Gjermania janë ashkenazët, nga Polonia dhe Rusia. Flasin dhe kanë folur gjithmonë zakonisht judishtën dhe përbëjnë shumicën e hebrejve në Sheba dhe në disa pjesë, jo në krejt, vetëm në disa pjesë të Izraelit. 2. Sefardët janë hebrej të cilët më parë ishin shpërngulur e pastaj dëbuar nga Spanja, nga Portugalia, të cilët shkojnë një numër i madh në perandorin osmane dhe sultani, administrata e perandorisë osmane që ta dini, përveç Amerikës sot, është shteti apo perandoria e cila u ka dhënë të drejta, jo të barabarta, po edhe fenë e tyre, hebrejt e tyre dhe jetën e tyre u ka lejuar sipas fesë të tyre. Njëjtë kështu u ka dhënë të drejta edhe të krishterëve. Pra, sefardet janë nga Spanja, Portugalia, pastaj ata që janë në perandorin osmane, nga Turqia sot, nga Ballkani, flasin zakonisht gjuhë latine apo të vendeve ku kanë jetuar dhe këta pastaj e marrin botën në sy nga vitin 1492, javë kam shpjeguar rastin e Kristofor Kolombos, kur e mbush anijen për me shkuar në Kalkuta me pru erza, erërat e qojnë ka Karaibët atje dhe e zbulon Amerikën. Anijen e mush me urdhëres të edhe mbretëreshës spanjole që pasi të kryjnë punë, këta shka kanë mbetur t'i hedhë në det dhe t'i shfaros. Grupa e tretë hebreje, janë Mizrahimët, të cilat vinë nga vendet arabe apo të cilat perandoria bizantine i kishte përzan në për vendet e ndryshme arabe, në lindjen e mesme, Amerikën, Afrikën veriore dhe të ngjashme. Ju këmë thonë, egzodi më i madh dhe më i dhënshëm, harrone Hitlerin, egzodi më i madh dhe më i dhënshëm kundër hebrejve është bohe në kohën e perandorisë romake dhe prapë po themi Evropa. Mizrahimët pra janë hebrej të cilët kanë jetuar në Irak,
në Iran, në Yemen, në Siri, në Egjipt. Në Iran ke halasat, në Irak ke, në Siri ke, në Egjipt ke hebrej dhe të tjerë. Flasin dhe kanë folur gjuhë vendore arabe, persishtën, por e kanë ruajtur edhe gjuhën e vetë. Një gjapë javë thëmë meq që ta nënvizoni atë. Si pas meje, unë jam studius shumë serios i historisë hebreje. Shumë jam serios. Jo rasisht kam kërkuar nga 2 kryeministrat, Ramosh Haradinaj dhe Albin Kurti, që historia hebreje të mësohet spaku 1-2 semestre në ndonjë nga katedrat e Universitetit e Prishtinës. Kanë çka mësojnë, dhe për herë të fundit po e them, se përsëris po. Kemi çka mësojnë, kanë çka mësojnë shqiptarët nga historia hebreje, ndërsa unë, ajo që më intereson më shumë është kanë çka mësojnë nga diaspora hebreje. Organizimi i diasporës hebreje miq është i pa imagjinueshëm. Çfarë bojnë hebrejt? Dhe ajo që duhet të them me këtë është se feja e tyre, ortodoksizmi i tyre, ai ehli sunneti i tyre, është ai që i ka mbajtur të lidhur hebrejt përgjatë gjithë historisë së tyre, teje të dhimbshme dhe të pabesueshme. Nuanca kryesore që i ka mbajtur hebrejt është feja. Të ndonjë popull mund të jetë diçka tjetër. Hebrejt e kanë gjetë fejen dhe është promovu ajo edhe atëherë kur botnisht janë deklaruar të krishterë, katolik, protestant, musliman dhe të ngjashëm. Në shtëpitë e tyre i kanë marrë ato me vludet e qelimet e ato netët e mëdhaje e qirat e tyre. Me çato për këtë arsye luftoj. Nuk i pranoj ata të cilët e sulmojnë me vludjen e qelimen e netët e mëdhaje e kjo. O vllazni, këto janë elemente, sikur në bredh ato sysleme që e jeshojnë bredhin, janë gjana të cilat e jeshojnë kulturën e një kombi, apo e një feje, apo të një populli. Nuk mund të lihet feja islame veç mish e koc, haditha jetë. Por janë edhe gjana të tjera të cilat i inkorporohen nga tradita, doket, zakonet, histori, gjeografit e ndryshme, me kusht që mos të binë ndesh me 4 burimet bazë të islamit. Hebrejt pra, me që ta me vlude e qelime e gjana të tilla, në përshtëpit tyre e kanë marrë gjallë shpirtin e tyre. Në tokat arabe, në Evropë, sot në Amerikë, të gjithë e din që janë të tillë, përveç anti të them cionistëve, është grup në vete, anti-cionistëve, jo që e mohojnë vetin se janë hebrej, por janë të pezmatuar atë shumë në cionizmin, luftojnë atë shumë kundër cionizmit, ma shumë se do musliman, sepse nuk pranojnë veprat, punët, tragjedit, vrasjet, genocidet të cilat janë duke i bërë cionistët në përbot. Gjithnjë si pas teorive të tyre. Para Mizrahimët janë këta hebrejt në Irak, Iran, Yemen, Siri, Egjipt, Marok dhe të tjerë. Beta Israel ju thuhet hebrejve që vinë nga Etiopia apo në Etiopi, që Izraeli i sjell atje me operacione të sofistikuara ushtarake. Një prej saneve të pakuptueshme përgjatë leximit tem 20 vjeçar, edhe ma shumë vallahi, të historisë hebreje, qëta hebrejt e Etiopisë, ka dollën këta. Hebrej dijen me gjake me fe. Hebrej me gjake me fe janë këta beta Israelet e Etiopisë. Se qysh teksen Allahu alem. Ka njerë thamë, si kur të kombet, të popoj të ndryshëm, qyshe vizatojnë Isën a.s. Për shembull në Suedi është me sy dverdh. Në Gjermani pak më ndryshe, së kafe. Të arabët është zeshkan.
Zezakët atje e kanë Hazreti Isën Zezak. Në Amerikën Latina atje i ke po këta qesin Isën e ato kështu në për statuja, tipik Amerikën Latin. Mos ka kjo të bëj në lidhje me atë temën, është bajagi e thellë, se njeriu e personifikon, e kupton, e imagjinon çak edhe Zotin në bazë të përfiturimeve të tija të cilat i vinë si rezultat i ndjesive dhe shqisave ditore. Do të thonë, qysh e sheh Prishtinën, qysh e sheh një njeri të madhërishëm në Prishtinë, qashtu e imagjinon edhe ato që se ka pa që është i madhërishëm në Argjentinë, sepse kryt e njeriut sipas empirizmit, koka racionalia nuk mund të del për te shqisave. Pra truni punon atë sa shqisat e ushqejnë, që është teori empiriste e John Locke sidomos, por që racionalizmi e mohon këtë të ri, sidomos të Kanti, kritika e mendjes së pastër, kur thot se mendja shkon për te shqisave. Mendja sheh me kategorit i kupton mendja, dhe janë ato 12 kategorit e Aristotelit, është substanca, pastaj aksidenti, pastaj ana, pesha, kjo ngjyra, sene, e ky Kanti i ka 4, i klasifikon në 4. Mendja, arsyeja racionalja shkon për te shqisave, nëjse tem vete. Beta Israelet janë hebrejt e atjehet. Pastaj është Bnej Menashe dhe Bene Efraim, janë hebrejt nga India dhe Azia jugore, dhe këta pikërisht që ta hebrej pretendojnë se janë me origin nga fiset e humbura Beni Israile, të cilat i përmend edhe Kurani. Pra, kur jenë shpërnda këta, kur i ka hedh matan, perandëri kjo, Mesopotamia e Babilonia para tyne, e pastaj perandëria perandëria persiane, i fal deri diko, çfarë fal me ju bën, i lejon që të dalin nga pozicioni i robërve dhe të kthehen në vendin e tyre, apo të shkojnë në ndonjë vend ku do qoftë në botë. Qëta thonë se janë me prijardhje prej tyre. Mirë po, kjo ndarje ke në baza etnike të gjeografisë, të kulturës, të historisë kur jetuar. Si janë ata tash fetarisht të ndarë. Nësa mezhebe, ti quj kështu, nësa mezhebe. Interesant, ha? Të paret janë orthodoksët hebrej. Janë më tradicionalet, ndjekën rrepsisht ligjin hebraik të Tevratit dhe të Telmundit. Shiqoni meq, fjala orthodoks edhe të krishterime, në arabisht dënë të thët ehli sunne. Dhe më thënë, orthodoks janë rënjësorët ata. Në krishterim, ata të cilët thonë se ne nuk kemi bën ndryshime dhe konsiderojnë vetën që janë më së afërmit të vërtetës së Zotit, në krishterim janë orthodoksët. Për orthodoksët, katolikët, protestantët, anglosaksonët janë dalë tefteri. Dhe më thonë, për vetë faktin se krijohet rryma katolike apo rryma protestante, dënë të thëtë se ata janë të dalë pej ehli sunne wal xhamaat të krishterëve. Tek hebrejt edhe këta orthodoksët janë më tradicionalet, thonë se ne jemi ata të cilët e mbajmë dhe i përmbahemi rregullat strikte të librit ton të shpallur. Janë do tjerë ultra-orthodoks, ekstremist, me këtë gjuhën tek muslimanet, apo, hajde të them, po jo mës t'hina tanë, se që vëlla ky pinguc selefite vehabit, hes po hina tanë. Ultra-orthodoksët quhen haredim,
Haredim janë shumë konservator. Një ndër problemet më të mëdha Benjamin Netanyahu i ka pas viteve të fundit në luftë me Gazën me çeta Haredimët. Këta nuk dojnë me shku në luftë, nuk dojnë me vra, nuk dojnë me pas punë me granim aty, sa aty ka edhe ushtare. Nuk dojnë punë me pas me alkohol, ose që e hajnë mishin e derret aty. Ose mund të ketë në mesin e ushtarëve në një që nuk u bo synet. Haredimët nuk pranojnë me nejt me ata në një tavolin. Janë ultra ekstremist, apo ultra ortodoksat. Dhe, kur u detyru në presionin e partive të tjera Netanyahu, që edhe Haredimët të ishtin e ushtri, se populli thënë kush janë këta bosa që nuk po dojnë me liftue, po mashtrojnë se këta veç në luftë po dojnë me shkue. A që në fakt nuk është ashtu, ata parim jetë e kanë, është një film, nuk ja di emnin, ai që shkon lufte që me zëre i bind ata generalet në Amerika atje me e pranun luft, ama nuk e merë pushkën dorë. Një ndër filmat në të cilet e them kështu pa marrë, bëjegi kum jam lëtue. M'ka knaq karakteri dhe personaliteti i njeriut të fort, i cili i orre besnik parimeve të veta 100%. A ju ushtarja atje. Që ta Haredimët, kur u detyrun me i marrë në ushtri, tash problemi tjetër. Tash po lypin kushtet e veta, ku s'ka alkohol, ku janë bën këtë synet, femna zgozoj me na u afru aty, përveç grave tona, se e konsiderojnë haram, anë më unë shba me një tavolin. Pastaj rrethanat të tjera nuk e marrën pushkën luft, dhe çka bonin Netanyahu, e bonin një divizion me Haredim në bregun perëndimor që nejke në parapavi pozadin të ushtarve dhe rekrutëve Izraelit që vrisnin Palestinës, e këta me bo në i farë shërbimi aty. Këta janë Haredimët. Përveç Haredimëve janë konservatorët, që është një mesatare midis tradicionalizmit dhe reformës, janë reformistët që konsiderohen më liberalet dhe më të përshtatshmit për kohët moderne, janë sekularët apo jo fetarët, hebrej me identitet etnik e kulturor, por jo me identitet fetar. Shumica meq e hebrejve në Izrael janë sekular ose tradicional. Në SBA, ndërsa në SBA, reformistët dhe konservatorët janë në shumicë dominuese. Çfarë është shteti i Izraelit tash, i themelum në vitin 1488? Izraelit, ose Izraeli është nënpullazi shteti i cili është krijuar për izraelitët. Po izraelitët në raport me Izraelin, jo të gjithë izraelitët, në kuptim shtetënor tani janë hebrej, qof me fe, qof me etni, qof me popull, qof me histori. Për shkak se hebrej, me feje pa feje, etnije pa etnije, nacionaliste, ultranacionaliste, sekulare të tjera, hebrej në Izrael janë vetëm 74-75%, sidomos Ashkenaz, Sefard dhe Mizrahim, pastaj janë arabët izraelit për nga shtetësia, që janë 20-21%, për mesin e tyre ka musliman, të krishterë, dorzi dhe të tjerë, dhe një 5% të jo hebrejve në Izrael janë ata të cilët nuk e shpërfaqin identitetin e tyre, as fetar, as etnik. Një ndër pyetjet më thelbësore, e që nuk do t'ja përgjigje këto, flasëm najher tjetër me izin Allahut tërthorazi kështu, në ndërkohë jo tërthorazi, është se a thua hebrejt a janë këmb, apo fe, apo racë. Një ndër pyetjet thelbësore dhe më të rënda, së cilës nuk i është dhënë përgjigje definitive deri në ditët e sotshme, është se hebrejt, si hebrej, a janë vish një këmb, a janë një fe, apo janë racë në vete. Deri në ligjëratën e ardhshme, video në ardhshme,
Natën e mirë.